Çmimet e karburantëve në Shqipëri në vitin 2026 pritet të rriten, si pasojë dy ndryshimeve fiskale të përfshira në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm. Sipas relacionit të projekt buxhetit, qeveria parashikon indeksimin e akcizës me 1.5% që nga viti 2026, si dhe rritjen e taksës së karbonit nga 3 lekë për kilogram në 4.5 lekë për kilogram, duke filluar nga korriku 2026. Të dyja këto masa do të reflektohen drejt për drejt në çmimin final të naftës dhe benzinës që paguajnë qytetarët si dhe bizneset. Në analizën e të ardhurave për buxhetin 2026, Ministria e Financave thekson se efektet e politikave të mëparshme fiskale do të sjellin rreth 667 milion lekë të ardhura shtesë në buxhet. Një pjesë e këtyre të ardhurave lidhen me indeksimin periodik të akcizës sipas ligjit aktual, i cili çdo 2 vjet rrit nivelin e akcizës me 1.5% për të kompensuar efektet e inflacionit. Nga ana tjetër, kalendari i rritjes së taksës së karbonit, një masë e vendosur disa vite më parë për të nxitur politika më të gjelbëra dhe për të frenuar ndotjen, do të vijojë të zbatohet në korrik 2026. Vetëm ky ndryshim pritet të sjellë 84 milion lekë të ardhura shtesë, prej të cilave 70 milion nga taksa e karbonit dhe 4 milion nga TVSH në import. Në terma praktik, këto ndryshime do të reflektohen në 2 valë rritjesh të çmimeve të karburantëve gjatë vitit 2026. Faza e parë që hyn në fuqi në janar lidhet me rritjen e akcizës me 1.5%, ndërsa faza e dytë që nis në korrik do të sjellë një rritje të mëtejshme si pasojë e shtimit të taksës së karbonit me 1.5 lekë për kilogram. Në të dyja rastet, barra fiskale do të përkthehet në një çmim më të lartë për konsumatorin, duke rritur kostot e transportit, të prodhimit dhe të mallrave bazë. Sipas renditjeve ndërkombëtare të publikuara gjatë vitit 2025, Shqipëria renditet ndër vendet me çmimin më të lartë të karburantëve në botë, por me një nivel shumë të ulët të ardhurave për frym.